محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lë në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu I madhëruar për I robërve të vet e kërkon nënshtrimin e plot, ashtu që secili obligohet që jetën e vet ta organizojë ashtu si është kënaqësia e Allahut fuqi plot, ashtu sikurse e kërkon madhëria e Tij, ashtu sikurse janë udhëzimet e Tij. E këto udhëzime, plotësimi dhe jetësimi I tyre gjithsesi është në favorin ton, për arsye se sikurse e dim, nënshtrimi dhe përulja jon ndaj Allahut të madhëruar nuk e bën Allahun mazat, për arsye se kur gjë prej këtyre gjërave Allahu nuk ka nevojë për to. Jemi ne që bëhemi ma njerëz, jemi ne që bëhemi ma të mirë, dhe është jeta jona ajo e cila merr kuptim edhe vlerë, derisa ne I jetësojmë të gjitha ato kuptime që rrjedhin prej fjalës së Allahut fuqiplot, respektivisht prej asaj që ne I themi Allahut e duhet ta përjetojmë me shpirtat tonë kur themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje kërkojmë ndihmë. Të adhurosh vetëm Allahun do të thotë jesh I dëgjueshëm vetëm për Te. Dhe çdo gjë që eventualisht mundet me paraqit udhkryq në jetën tonë, ti gjithmonë e zgjedh për uljen ndaj Allahut të madhruar. Si rrjedhoj e kësaj, njeriu duhet të përvetsoj gjëra të caktuara, sikurse është kryerja e obligimeve. Janë disa veprime, cilat ne I bëjmë, edhe ato shndrohen pastaj në rutinën tonë për arsye se e kemi kuptuar, po edhe e kemi përjetu se jeta jonë nuk funksionon ndryshe përveç se duke I çuar në vend urdhrat e Allahut fuqiplot. Besimtari, fjala vjen, nuk mundet me e paramendu jetën e vet edhe gjallëninë e vet pa e fal namazin. Nëse e ka shëndetin, nuk mundet me e paramendu jetën e vet pa e agjeru Ramazanin. Nëse Allahu ja ka dhënë pasunin, nuk mundet me e paramendu pa e dhënë zeqatin e kështu me radhë. Dhe në të gjitha këto dihen edhe motivet, dihen edhe shpërblimet, besa secili prej neve I ka dhe ato përjetimet e këndshme që nganjëherë nuk jena në gjendje me I numëru, megjithatë ato ekzistojnë si reflektime pozitive të përuljes son ndaj Allahut fuqiplot ekzistojnë në jetën tonë. Ekziston edhe ajo ana tjetër, me I braktis do gjana. Allah I madhruar neve na duket sikur na ka qit kufi, edhe në të vërtetë ata edhe janë kufi. Ka nuk duhet me shkel, ka nuk duhet me dal, ka çka nuk duhet me prek, besa çka nuk duhet me fol, çka nuk duhet me kçyr, çka nuk duhet me dëgju, çka nuk duhet me pi, çka nuk duhet me hangër. Të gjitha këto janë kufizime, por edhe e përbojnë një korniz, por ajo korniz nuk është e ngushtë. Nëse jetojmë brenda kornizës së kufive që Allah I madhruar I ka qit, ajo korniz është mjaftueshëm e gjanë, aty jeta jonë merr kuptim, edhe thjesht ato kufizime nuk janë për diçka tjetër, veç me na rujt neve edhe me na mbrojt prej rreziqeve eventuale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se të braktisësh një gjë për hir të Allahut fuqiplot është veprim I madh dhe me shumë vlerë, dhe ai I cili e bën një gjë të tillë, Allahu I madhruar ka me ja kompenzu me shumë më të mirë. Kemi shembuj të shumt që realisht ndonjëri prej njerëzve mund të jetë sprovu me gjëra të ndryshme, me veprime të ndryshme, me shprehi të ndryshme, të cilat në një moment të jetës së tij e ka kuptuar se nuk janë në rregull, edhe do të me I lanë, do të me I braktis. Shprehit
dhe ato me të cilat njeriu mësohet në jetën e tij nuk është lehtë me i braktis. Shumë kosh mundohet nga njerë me ndru disa shprehi, mirë po e vren se është zar. Në të vërtet, edhe unë them se është zar, përveç nëse njeriu vendos që shprehit negative, veset e këqija, gjonat e ndalume, vendos me i braktis për hir të Zotit. Edhe nëse vendos me i braktis për hir të Zotit, prap nuk ka me e pas të lehtë. Mirë po, ajo vështirësia e ka vetëm një çast, vetëm një moment. Edhe kur ky person, ky besimtar, e dëshmon se një mend e ka për një me, edhe është i përzemërt edhe i përkushtuar në atë që po don me arrit në jetën e tij, në ato shprehi që po don me i braktis, në ato vese që po don me i shmang, në ato veprime që po don me i përmirësu, atëherë ajo vështirësia është vështirësi e çastit, ndërsa krejt pjesa tjetër pastaj kalon në kënaqësi. Sa shumë ndin kënaqësi një njeri i cili kur e ka marrë vesh se ndonjë gjë është ndaluar i ka braktis ato. Sa shumë kanë ndi kënaqësi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i kanë braktis veset e shumta që i kanë pas edhe ata, po kur Allahu i madhruar ja u ka ndalu njënën mas tjetrës. Sa shumë ndin kënaqësi një njeri i cili edhe nëse është nevoja sakrifikon për me përmirësu një veprim të vetin, megjithatë kur ja del e sheh se kënaqësia e suksesit e te i kalon vujtjen e përpjekjes. Lodhët njëri, sportistat i kemi pa, sa shumë lodhen për me mri, mirë po kur e fiton një medalje, ose e fiton një vend caktum, a e ka një kënaqësi edhe e ka një sukses cilin nuk ta shet me kush e diçka. Sukseset që besimtari i arrin jetën e tij, në përmirësimin e tij vetanak janë shumë më të mëdha dhe kanë shumë më shumë vlerë. Edhe përfitimet prej tyre janë shumë më të shumta për arsye se është Zoti i gjithësisë. Allahu fuqiplot, ai që e ka marrë përsipër me shpërbly edhe me kompenzu për to. Thot Allahu i madhruar, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu nuk i takon asgjë përveç asaj për çka është mundu. Pra njeriu i takon ajo për çka është mundu. Çka u mundu mi arrit, çasaj ka mi arrit. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dhe angazhimi i tij ka me dalën pah. Thumme yujzahu al-jazaa al-awfa, e pastaj ky ka me arrit shpërblimin edhe përfitimin më të plotin. Allahu kur thot më të plotin, do me thonë jo çfarë e ka lyp, jo çfarë e ka mendu, jo çfarë e ka imagjinu, as në cilësi, as në sasi. Po kur Allah i madhruar e merr përsipër me e shpërbly robin e vet, atëherë shpërblimi i tij e te i kalon edhe atë që njeriu mundet me andru. E te i kalon edhe në cilësi edhe në sasi për arsye se Allahu, kur dikush e lën një gjatë caktume, Allahu ja kompenzon, por jo detyrimisht mi ja kompenzu po e zonë me të njëjtën gjë. Për arsye se funit Allahu të gjithë ato gjëra, çto është mirë ta mbajmë mend, gjithë ato gjëra të cilat ne i kanë ndalu dhe ka kërku prej neve që të largohemi prej tyne. Nuk e ka bo për tjetër, veç se për shkak se ato gjëra janë të dëmshme për neve. Dhe nëse ne e lojmë, e braktisim një gjë që Allahu e ka ndalu, dhe Allahun e kënaqim nëse e braktisim atë vepër ose atë punë, ndërsa ajo është e dëmshme për neve, Allahu me çka ka më na e kompenzu me gjëra të dobishme. Jo të llojit njëjtë detyrimisht, po Allahu ka me i dhënë besimtarit aq sa ky ka me undi i kënaqur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shembuj të ndryshëm. Për shembull në një prej haditheve thot men kadhama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiq li yukhayyirahu min al-hur al-'ain ma sha. Ai i cili e ka një mlef, një zemrim, e ka edhe të arsyeshëm mbase. Ka ndodhur diçka që e ka i dhënë fort. Edhe në këtë rast ai ka mundësi me shfry atë mlef edhe atë zemrim. Ka mundësi me e qitë të drejtësinë në vend, në kuptimin e hakmarrjes. Pra ka drejt me u hakmarr, mirë po duke e ditë se është virtyt me u përmbajt në gjendje të zemrimit. Pra mos me e shfry zemrimin, përmbahet, edhe bën sabër, edhe mbase nuk e realizon as të drejtën e vet, thot Allahu
ka me e thirë këtë në ditën e gjykimit, që me zgjedh prej shpërblimeve të Allahut fuqiplot, prej hyrijave të Allahut çfarë të dan. Do thënë, ja jep një shpërblim të pa imagjinueshëm për shkak të një vetëpërmbajtje dhe vetmohimi të cilin e ka jetësuar në dunja. Në tjetër hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ana zaimun bi bejtin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqa. Një hadith shumë interesant që të regon nivelin e avancum të etikës edhe të gdhendjes që besimtari duhet me përjetu, me u eduku me rregullat e islamit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhennetit atij personi i cili duke qenë në një komunikim, në një debat, në një polemik me dikën, edhe e sheh se polemika po don me eskalu, po don me deviju, edhe pse ka drejt. Do thënë, e din se ajo çka ky po thet është e sakt, edhe pse ka drejt ky e braktis polemikën, Allahu i madhruar i asiguron një shtëpi në xhennet. Para mendo, njeriu me e lënë të drejtën e vet, vetëm për shkak të jetësimit të një objektivi, të rujtjes së një paqeje shoqërore, ose të rujtjes së një komunikimin mes njerëzve, ose të rujtjes së një vllaznillaku, hiq dorë prej drejtës së vet. Unë kam drejt, edhe e di, edhe jam kompetent në atë çka po them. Mirë, po ti o burr, si të marr vesh, e lëm këtë bisedë, ai që e lën i pari bisedën e cila mundet me çuka e keqja, ai është fitimtari. Pavarësisht pse nganjëherë duket se një e vërtet nuk ka dalë në shesh. Kur s'është vonë e vërteta me dalë në shesh. Kësaj të nderuar vllazën, i kemi shembujt të gjithë njerëzve të mëdhenj që kanë jetuar para neve, e që në të vërtetë sa herë kanë braktis diçka, Allahu i madhruar i ka shpërbly. Ibrahimi alayhi salatu wassalam në një moment të thirrjes dhe misionit të vet i braktisi babën edhe popullin e vet për arsye se nuk merrnin vesh. Përplasja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ishte për një gjë madhore, për besimin në njësinë e Allahut edhe për luftimin e idhujtarisë, edhe kur ata jo vetëm që e kërcnun, por edhe u përpoqën që ta realizojnë kërcnimin e tyne, Ibrahimi alayhi salatu wassalam u tha, wa a'tazilukum ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi. Unë po ju braktis juve, po izolohem prej juve, po i shkput të gjitha lidhjet me juve, edhe me gjithë ata që ju i lutni përveç Allahut, me hyjnit edhe idhujt e juj. Se unë e lusë vetëm Allahun e madhruar. Çka ndodhi ma vonë me Ibrahimin alayhi salatu wassalam? Allahu e boni shëmbulltyr universalet njerëzimit, pastaj i dha pasardhës prej më të mirëve që mundet dikush me i pas edhe me imagjinu. Nuk ka pas dikush pasardhës më të mirë se Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Për arsye se ai ma vonë u bë Ebul Anbiya, baba i pejgamberve. Dy djem, ja dha Allahu të dy të banën pejgamber. Nipi Jakubi pejgamber, nipi Jusufi pejgamber, edhe krejt pejgamber që kanë ardhur mas Ibrahimit alayhi salatu wassalam janë pasardhës të tij. Pra e braktisi babën kur nuk pat zgjidhje tjetër, u begatu me fëmijë të hajrit. Kësaj Jusufi alayhi salatu wassalam u përmbajt në ofertën kur i bani ajo gruaja ofertë për imoralitet. Edhe pse ishin të gjitha kushtet edhe rrethanat lehtësuese për me bë imoralitet, megjithatë Jusufi alayhi salatu wassalam ju mbështet Allahut, u lidh me të, qala ma'adha Allahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Tha kërkoj mbrojtjen e Allahut, ai është Zoti im, edhe më ka bë mirë, ndërsa ata që i shkelin kufit e Allahut kur s'kan me pas sukses. Allah i madhruar e sprovoj edhe pak ma vonë. Mirë po në fund epilogu, përfundimi i jetës së Jusufit alayhi salatu wassalam ishte shumë i lakmueshëm, shumë i admirueshëm, se Allahu e boni bashkë me familjarët e tij, i dha pushtet, i dha ndikim, i dha të gjitha të mirat e dunjas, mos të flasim për të mirat e ahiretit. Andaj të nderuar vëllezër, ekziston ai rregulli i pamohueshëm, të cilin ne duhet ta kuptojmë, po edhe të na kujtohet momentet të caktuara të jetës sonë. Ai i cili e lën një gjë për hir të Allahut, Allahu i madhruar do t'ja kompenzoj me shumë më të mirë se sa ajo të cilën e ka lënë edhe e ka braktis. Allahu i madhruar na udhëzoftë, na drejtoftë, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues.
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nuk është vështirë me u motivu të nderuar vllazën për me u përmbajt në jetë. Kur them nuk është vështirë me u motivu, e kam për qëllim duhet ta kujtojmë se në çdo gjë që e kemi një kufizim, përballë saj qëndron një hapësirë. Nëse Allah i madhruar thotë që kënej mos ec, që kënej mos shkel, veç këthon tjetrën anë dhe e ki një hapësirë të gjanë ka kime ec. Nëse Allah i madhruar thotë këndej mos vepra, këthon anën tjetër e ki një hapësirë përballë saj të mjaftueshme për me vepru. Nëse Allah i madhruar thotë me këtë ushqim mos u ushqe, përballë saj ki mija ushqime të mira, e halal, e të këndshme, e të dobishme. Edhe e shohim jetën tonë, edhe i kuptojmë argumentet e Allahut fuqiplot. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah i madhruar e ka ndëlu kamatën për shkak të dëmeve të shumta të cilat i ka, kamata, fajdeja e kështu me radhë. Wala ahalla ar-riba ahalla al-bay', e ka leju tregtin. Do të thonë një kamata ose fajdeja, mi jap do pare se jam në zor, e ai tjetri me thonë ti jap, po dush me ju kthy më shumë. E çfarë çlirimi? Çysh po më çliron ti mua nëse po lyp me ti kthy më shumë, duke qenë unë në zor. Ndërsa tregtitë ndryshme që janë të lloj-llojshme, e që Allah i madhruar kalon shumë bereqetën to, i ka bo Allahu të lejume, edhe njerëzit po thuaj se asnjë veprimtarie ekonomike në jetën e kësaj bote nuk ja shohin hajrin më shumë se sa tregtisë. Askush nuk fiton në dunja më shumë se sa tregtarët. Për arsye se shumicën e bereqetit Allah i madhruar e kalon pikrisht aty. I ka ndalu Allahu disa ushqime, disa pije, por na i kalon plot tjera të cilat janë edhe të këndshme, edhe të mira, edhe të dobishme. E ka ndalu Allah i madhruar imoralitetin, edhe çdo veprim që lidhet me te, e ka leju edhe e ka legjitimu Allah i madhruar martesën, e cila gjithashtu ka dobi shumë dimenzionale. Edhe i përmbush njeriu nevojat e veta fiziologjike që i ka, por edhe vazhdon lloji njerëzor e kështu me radhë. Shembujt e këtij janë të panumërt. Ne të nderuar vllazën thjesht vetë do të mendojmë edhe në secilin çast të ndalemi. Nëse jemi afër një sprove ku mbas edhe mund të zgjedhim të veprojmë diçka të ndaluar që ngacmon zemrimin e Allahut apo ta braktisim atë, vetëm ta kujtojmë se ndoshta vetë përmbajtja e atij çasti do të jetë pakës e vështirë. Mirë po, me njëherë mas pak minutave, do të jesh shumë i kënaqur pse nuk e bona një haram. E mos të flasim asaj që gjithë jetën ka me të shoqënua ajo krenaria, pse u përmbajta e nuk u korita. E mos të flasim asaj kur dalim para Allahut fuqiplot që gjithsesi kime e gjet atë vepër si vepër të mirë, vetë përmbajtjen tonë nga harami. E ajo krenaria e devotshmërisë, krenaria e truajtunit prej të keqës, krenaria e braktisjes së asaj që nuk do të më ekzistuar në jetën tonë, ajo ka me shoqëruar njeriu edhe në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e përtejme, krahas shpërblimeve konkrete të cilat Allahu i përgatit për robërit e vet të mirë, për çka e lutim që neve të na jap hisën më të madhe, më të mirë në ato shpërblime. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله